Po vazhdojmë prapë të sheshi. Sigurisht që këto ditë shumë më keni pyet, a do bashkoni, a jo kjo nga këto historit. Në fakt ka vetëm një mënyrë bashkimi, është në shesh duke qëndruar 24 në 24 orë. Sot është dita e 65 e rezistencës, sepse Edi Rama dhe qeveria e tij Hajdute na vjedh pa ndalim 24 orë në 24. Kështu që protesta duhet jetë pa ndalim. Nuk rrëzohet Edi Rama me shëtitje, rrëzohet me protestë masive. Këtu. As me 10 molotova, duhet qëndres 65 ditë pa ndalim, do vazhdojmë derisa ky të iki sa të kemi mundësi fizike. Pastaj njerëzit e din vetë. Kjo është një betejë që nuk duhet të ndalet asnjë çast. Nuk mjafton të vim 2 orë, të ikim e me radhë. Sigurisht që kjo ka në themel simbolikën, se nuk pretendojmë që vetëm ne mund ta realizojmë, po nga ana tjetër duhet të kuptojmë që kjo ndodh vetëm me qëndres. Zoti Asimja dhe një grupim intelektualësh këto kohë kanë synuar që të bashkojnë forca ndryshme të opozitës dhe grupe ndryshme qytetarë dhe intelektualë të ndryshëm. Ne kemi kërkuar gjithkohës që të qëndrohet në shesh 24 orë në 24 pa ndalim. Ky është kushti i panegociueshëm, sepse nëse e kemi seriozisht rrëzimin e kësaj qeverie, duhet të jemi këtu pa ndalim derisa ata të detyrohen të mos qeverisin dot më. Dhe gjithë ky popull opozitar duhet të jetë këtu, sigurisht që nuk mund të rinë gjithë këtu, por të vendosen ngulmimet e grupimeve të ndryshme qytetare. Partisë Demokratike, partive të tjera, grupeve të intelektualëve, Zotit Asimja që ka iniciuar atë ide, ne nuk do ndalojmë, do të rrim këtu, sepse Edi Rama vjedh çdo minutë, vjedh çdo orë, dhe ju e keni parë çfarë ka ndodhur. Ka ndodhur që javën e kaluar ndryshuan kodin penal duke hequr dhe kodin e procedurës dhe ndryshime tjera, duke hequr të drejtën e bashkëpunëtorëve të drejtësisë për të përfituar ulje dënimi sa kohë ata duan që të bashkëpunojnë me drejtësinë. Kjo lehtësi që ka qenë për të siguruar organeve të drejtësisë, ky instrument juridik që e kishte në dorë prokuroria, tashmë nuk e ka më, sepse Edi Rama do që ata që po goditen nga drejtësia të mos e lëshojnë para drejtësisë nën ofertën për të bashkëpunuar dhe për të përfituar ulje të dënimit. Nga ana tjetër, Edi Rama ka lajmëruar që pasi nuk ja doli dot në gjykatë kushtetuese, do të vazhdoj me ndryshimin e ligjit për të mos lejuar pezuimin e drejtuesve të institucioneve qendrore, ministrave nga ana e gjykatës. Këto janë shenja të qarta që ai me 83 mandate që ka plus 3 të partisë tjetër që është partisi motër me ta, është i gatshëm të bëjë çdo gjë për të mbrojtur Belinda Baukun, për të mbrojtur veten dhe për të vazhduar për ta vjedhur këtë republikë. Dhe më besoni, nëse nuk bëhen bashkë qytetarët dhe nëse nuk imponohet partia e dytë në vend, që është Partia Demokratike, që të distancohet me vepra kundër Edi Ramës, dhe veprat janë të distancohet nga kodi zgjedhor, të distancohet nga bashkëpunimi parlamentar dhe totalisht të vendosemi këtu pa rrugëthimi deri në rrëzimin e Edi Ramës, detyrimin e tij për të mos negociuar në vazhdimsi dhe për të mos vazhduar këto çështje. Nuk e kanë me ne. Në rregull. Janë këta të policisë që janë shqetësuar shumë për të mos u pastruar këto historitë e tjera. Jemi këtu nga sheshi qendror përballë kryeministrisë, është dita e 65 e qendresës dhe këtu sot kemi pritur që të qëndronte dhe Partia Demokratike për të krijuar një vatër të madhe të përballjes me Edi Ramën. Konstatoj që kanë ikur, prisja që të qëndronin, nuk kanë qëndruar, ne do vazhdojmë të qëndrojmë këtu sepse ne besojmë fort që ndryshimi dhe përballja me Edi Ramën duhet jetë çdo minutë të 24 orëve, çdo orë të 24 orëve, çdo sekondë të 24 orëve, siç ata na vjedhin pa ndalim dhe ne duhet luftojmë, duhet përballemi pa ndalim. Nuk është çështje. O Hajdut, o Hajdut. Edi Rama, o Hajdut, o Hajdut, o Hajdut. Edi Rama, o Hajdut, o Hajdut, o Hajdut. Edi Rama, o Hajdut. Edi Rama, o Hajdut, o Hajdut, 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 o Hajdut. Ju përshëndes nga sheshi, ne vazhdojmë të rrim këtu dhe jemi në pritje të atyre që kanë seriozisht betejën me Edi Ramën.
Në ditë vazhdim do të njoftojmë protestat radhës për të mos u ndalur në këtë betejë e cila duhet jetë pa kthim. Ne po bëjmë maksimumin e asaj që mundemi. Çdo njeri që e ka seriozisht, çdo organizatë politike që e ka seriozisht, çdo grupim qytetar që e ka seriozisht përballjen me hajdutrin e Edi Ramës dhe qeverisë më hajdute që ai drejton, duhet të vendosë. Sot është dita e betejës. Tashmë është koha që të bashkohen të gjithë kundër hajdutëve, pa ndalim këtu në shesh, pa ndalim deri në rrëzimin e tij. Nuk është çështje turizmi partijak, është çështje e përballjes pa ndalim. Ju përshëndes.